Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht falenderoj Allahun azza wa jalla I cili na grumbulloi në këtë vend, e lut Allahun ashtu siç na grumbulloi në këtë vend, na grumbulloje xhennetin e tij. Besoj që çdo njeri prej neve kur ka lexuar ndonjë libër për sa I përket parëve tonë, gjeneratave të para, I ka rënë sy diçka e jashtëzakonshme, diçka e çuditshme për neve. Ajo ka qenë adhurimi I tyre, qoftë në Ramazan apo qoftë jashtë Ramazanit. Besoj që edhe keni dëgjuar shpesh për xhallarëve për rastet e tyre dhe gjendjen e tyre që e kanë pas me adhurimin, dhe normalisht kjo gjë na ka tërheq vëmendjen, edhe shpesh kemi pyetur se a është e vërtet kjo gjë apo jo. Derisa ka prej tyre të cilët kur kanë filluar me namazin nuk janë kthyer as në gjallën as në majtën e tyre, kanë qëndruar namaz me paruljet plot, derisa ka ardhur një blet e ka kafshu ose e ka piçku, ai nuk ka lëviz fare. Edhe pasi që e ka kryer namazin e kanë pyetur dhe I kanë thonë atij, as nuk lëvizë, as nuk nxjerrë zë, as nuk e prishë namazin, tha pasha Allahun, tha kënaqësinë, ambalsinë që e kam gjetë gjatë kryerjes namazit, aq fort ma kanë nxjerrë trupin tim derisa nuk e kam gjetë fare pickimin e bletës apo kafshimin e bletës. Ibrahim ibn Edhemi, një prej parëve tanë, asket I njohur, dietar I njohur, thoshte, ne kur kryem adhurim e nxjerrim një lloj kënaqësie që sikur ta kuptonin bijt e mbretërve do të na luftonin gjithë me shpatat e tyre. Sepse ata nuk e nxjerrin këtë kënaqësi. Kurse thoshte Sufjan e Thauri, ne gjatë kërkimit diturisë edhe arritjes diturisë e nxjerrim një lloj kënaqësie në shpirtin tonë që nuk e nxjerrim diku tjetër ose tjerë nuk e nxjerrin, saqë fëmijët e pasanikëve po ta kuptonin këtë kënaqësi ne që e kishin për me dhënë krejt pasurinë e tyre për me ble këtë nxjerrje që ne e përjetojmë. Disa prej parëve tanë thanë që në dunjë është një xhenet, kush hynte ka për me hyrë xhenetin e Allahut në ahiret. I pyetën I thonë, çka është ai ose ku gjendet ai? I thanë te namazi I natës. E disa ka mundësi me gjetën shpesh që thonë adhurimin e Allahut azza wa jalla. Do thotë gjitha këto pamje ose këto imazhe që shpesh I lexojmë për adhurimin e tyre, e shef që ata e kanë pasur një lloj ndjenje, një lloj kënaqësie çuditshme në shpirtat e tyre. Edhe ne agjërojmë, edhe ne falim namaz, edhe ne lexojmë Kur'an, edhe ne bëjmë dhikr, edhe ne bëjmë vepra të mira, po nuk e ngjejmë këtë kënaqësi. Veprat janë të njëjta, dispozitat janë të njëjta, tekstet janë të njëjta, Kurani, Suneti, nuk kemi diçka jashtë asaj që ata e kanë ditë, ne nuk e dimi. Mirë po ata e kanë pas një lloj ndjenje që ne nuk e kemi. Dhe kjo shpeshherë bie shkak që të zbehemi edhe më shumë, po edhe ta kërkojmë këtë ndjenjë që e lexojmë shpeshherë. Unë thash nganjëherë edhe çuditemi, se a është e vërtet? Po, është e vërtet. A janë ato raste të vërteta që ata njerëz kanë qëndruar ta natën kom? Po, është e vërtet. A është e mundshme që njeriu ta kryejë një hat me ditë dhe një hat me natën? Po, është e vërtet. A ka tillë sot? Mundet me gjetë. Askush nuk e mohon, sepse ka njerëz të cilët qëndrojnë dhe njohin dietar bashkëkohor të cilët I kemi taku dhe kemi qëndruar me ta që na kanë thonë prej namazit që deri namazin e sabot ka qëndruar në kom namaz natë edhe e ka kryer hatën. Namaz, ka, mirë po janë pak. Po ne kur I lexojmë ata kanë qenë shumë më shumë se sa ne. Andaj ka problemi. Ku qëndron sekreti? Sekreti nuk qëndron te numri I shpeshtë I adhurimit. Do thotë që ti me bën një send shpeshherë për me arritur kënaqësi. E as nuk qëndron te zgjatja e atij adhurimit. Që shembull me marr namazin po supozojmë 5 zgjat me orë tëra për me arrit, jo. Sekreti është diku tjetër. Sekreti është fillimisht te sinqeriteti për Allahun, dhe çështja e dytë është te madhërimi që e kanë pas ata në zemrat e tyre për Allahun. E kjo neve na mungon. Sinqeriteti, veprat e tona, dhe po ashtu madhërimi I Allahut në zemrat e tona. Madhërimi I Allahut te ne është shumë I vogël. Ne madhërojmë Allahun shumë pak. Pse se ne kemi lënë hapësirë diku tjetër ta mbushë zemrën tonë jashtë dashurisë së Allahut azza wa jalla. E ata nuk I kanë pas këtë synim. Ata e kanë pas synimin të arrijnë kënaqësinë e Allahut dhe në fund shpërblen dhe ta fitojnë xhenetin e Allahut azza wa jalla. Ajo që e përmenda do thotë për sa I përket adhurimeve shpesh dhe zgjatjes adhurimit, për mes se më hyri në xhami, një 10 prej ditëve dhe e po një litar mes dy shtyllave.
Edhe pyeti pse është ky litar, kujt është ky litar? I thanë ky litar është një grua se cila njihet për adhurimin e saj. Namazin, agjerimin, qëllimi është nafile. Atë shumë ban derisa çka ban? Kur lodhet, kapet për litarin. Kapet për litarin dhe qëndron mbi litar, ose kapet për litarin që mos bie. Atë shumë adhuron Allahun. Çka tha pejgamberi? A tha mirë është duke vepruar? Tha ma i bje diçka që nuk është e mirë. Pse se nuk është sipas rrugës time. Nuk është sipas udhëzimit tim. Unë nuk i kam mësuar kështu. Se njëri i ka aftësitë e veta, i ka mundësitë e veta. Jashtë asaj na është problem. Ndoshta një natë ka mundësi, 2, 3, një vit 2, po dikur bie. Se bie imani. Çka tha pejgamberi? Tha aleikum min al-a'mali ma tutiqun. Tha veproni vepra sipas mundësive tuaja ju që mund t'i veproni. Po ato që në vazhdueshme. Se nuk ka shëmpi që unë sot po ngrim namaznate, ama ma nuk më shef. Apo, ose ta natën në tash falin në Ramazan, pasi që është namazi i teravive, ama në sabah nuk vjen. Sabah i tik. E çfarë do bije për shkak se namazi i teravive është sunet. Kurse namazi i sabot është obligim. E nuk mundet me qenë barabartë obligimi edhe një që është e pëlqyeshme ose është prej sunetit. E tha pejgamberi dini që Allahu nuk lodhet së shpërblyeri derisa ju nuk lodheni sa vepruari. Allahu nuk lodhet për me shpërbly. Allahu jep sa dush, ama ti është problemi se lodhesh. E përderisa ti punon edhe angazhohesh, Allahu qep. E ma mirë pak, ama e vazhdueshme, se sa me vepru një gjë e cila është shumë e përkohshme. Kjo nuk është rruga e pejgamberit. Aisha radhiyallahu anha tha që vepra më e dashur te pejgamberi Allahut azza xal ka qenë vepra e vazhdueshme, ajo e cila ka vazhdu. Edhe nëse ka qenë ajo pak, s'ka lidhje, ama ka qenë e vazhdueshme. Më mirë është 2 rekate i fal për çdo natë namaznate, se sa mi fal ka 8 një muaj edhe më mos e fal deri Ramazanin tjetër, pin Ramazan dhe Ramazan. Unë do t'i përmendi 2 sekrete ku ka qëndru çështja ose ku ka qëndruar ai sekreti pse ata kanë gje atë kënaqësi e kanë një shpirtin e tyre. Unë e thashëm përgjithësi është sinqeriteti, dashuria për Allahun azza wa jall, edhe madhërimi për Allahun. Po do t'i pasojnë 2 argumente të cilat janë argumente sakta që aludojnë se pse njeriu nuk ndjen kënaqësi dhe pse mundet me ndjek kënaqësi. E para prej asaj është pastrimi i zemrës prej zilis, mirës, armiqësisë, urrëties edhe lënia e zbrastirës për diçka tjetër, për dëshirat e fshore, jo për dashurinë për Allahun azza wa jall. Kur njeriu do për Allah, urren për Allah, miqson për Allah, armiqson për Allah, e largon urrëqen prej zemrës atij. Zilin, gjitha smundjet që ka mundësi për zemrën, atëherë mbetet zemra e hapur për gjithë atë ndjenjat kënaqësi që mundet ta përjetojë namazin e tij. Argument për këtë, pejgamberi sa më tha kush i posedon këto 3 gjëra, vetëm se e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. E para, Allahu dhe pejgamberi i tij janë më dashur se çdo tjetër. Nuk ka mundësi ti barazot dashurisë Allahut dhe dashurisë pejgamberit Allahut asgjë tjetër. E dyta, kur e do dikë, ta duash për Allah. Jo ta duash për interes. Jo ta duash për diçka e cila është në favorin tënd, interesin tënd. Ajo s'ka të bëjë me dashurinë për Allahun. Dashuria për Allahun është e pastër. Nuk kanë të asnjë interes. As nuk ka diçka e cila përfiton prej saj. As thjesht dashuri për Allahun dhe ndjen për Allahun. E kjo nuk është e lehtë, ndoshta në fjalor është shumë i thjeshtë, e shkruajmë shumë lehtë, e themi shumë shpesh, ama në zbatim është shumë problem. Zbatimi është problem. E treta, tha që njeriu të urreje, të kthehet në kufër ashtu siç e urren që hidhet zjarr. Kur përmendet imani dhe kufri dhe thuhet braktisë imani, braktisë islamin, ti atë shumë e urren zemrën tënde, atë shumë e urren, sikur se që e urren me të marrë dikush me të hedh ku në zjarr. Sepse në zjarr askush nuk do për mu dojq. A do për mu djeg, jo. Ashtë e rënda, po prandaj edhe e arrin ëmbëlsinë e imanit. E nëse zemra jote pastrohet, edhe nëse zemra jote përmirësohet, me lenë Allahut ke për me nxjerr kënaqësi që e kanë ndje ata të parë tanë. Hadithi i mirënjohur i Abdullah ibn Amr ibn al-As. Shikon Abdullah ibn Amr ibn al-As ka qenë i edukum periudhën e profecisë, periudhën e pejgamberit. Ka qenë djali i Amr ibn al-Asit, njëri i cili është rrit me Islam, është edukum me Islam. Ai tregon në rastin e tij që e kemi dëgjuar shpesh dhe e kemi përmend. Thot, ai vetë tregon tha ishim ulur në xhami me pejgamberin. Ndërkohë pejgamberi Allahut azza wa jall tha, tash ka për me hyrë këtë derë
një njeri që është prej banorëve xhennetit. Pritëm hyri një burr. I kishte pas marrë në allonet e tij, në sjetellat e tij, hyri brenda xhami, e mori një çosh prej çosheve xhamis, i fali 2 rekate, edhe erdhi u ul në të ndejen ku ishte pejgamberi Allahut i heshtur, pa folgjë. Sahabët u çuditën, e shikonin, kush është ky njeri? Ditën tjetër, tha pejgamberi Allahut njëjtë, tha nëpërmjet kësaj dere do të hyjë tash një njeri që është prej banorëve të xhennetit. Thot Abdullahu, thot që prisnim kush është tash, hyri po njëjti njeri. E bëri njëjtën vepër. Hyri brenda, e gjeti një çosh, i fali 2 rekate dhe ul pastaj edhe qëndroi me ne. Ditën e tretë veproi njëjtë. Abdullahu i interesoi shumë. Si ka mundësi pejgamberi Allahut ta përgëzoi këtë njeri 3 herë në xhennetin e Allahut. 3 herë prej dunjos. Përgëzimi i pejgamberit Allahut në kupton që ai person ka me qenë në xhennetin e Allahut. Pejgamberi Allahut e ka thënë për shpallës, nuk ka pas prej hamenjës. E këti Abdullah i interesoi, çka ka bëu ky njeri të bajë dhunë, ta fitoj xhenetin e Allahut. Edhe shkoi trokitin derën e tij, për cilën se ku jeton, dhe i tha, o ti filan, unë e kam një lloj problemi me prindin tim, edhe kam dëshirë të bujt e ti. A ka mundësi të qëndroj me ty? I tha, po, nuk ka problem. Edhe qëndroi Abdullahu me ta. Çka po taj? Abdullahu thot, nuk po është diçka jashtëzakonshme, sikur se qirt. Ndoshta edhe më pak. S'ka pos diçka të veçantë. Nuk ka qenë njëri i cili pas namazit qatësis ka filluar më fal deri në sabah, jo. Thjesht dhikr, nëse është ngrit natën, është ngrit 2 rekate apo 8 rekate, sikur se gjithë tjerë normal. Edhe dikur Abdullahu tha, po ky njeri çe ka fitu xhenetin, çka ka bë? Edhe i tha o ti filan. Tha unë nuk kam problem me prindin, po e dëgjova pejgamberin Allah duke thënë se ti e banor i xhenetit. Çka bën ti, çka ke vepruar ti? Që pejgamberi Allah të përgëzoi prej dunjos me xhenetin e Allahut. I tha o ti filan. Tha unë jo që baj diçka prej adhurimeve shumë, as që dallohem prej qerve shumë. As që dallohem, as që veçohem. Janë njëjtë, sikur se mos e gjë. Mirë po çka baj unë? Kur bi për me flet, tha unë, tha zemrën time e pastroj nga urrëqja për çdo musliman. Nuk kam urrëqje. E tha Abdullah, e kjo është ajo që ne nuk mundemi të arrijmë. Kush ka qenë Abdullah? Ka qenë personi i cili është rrit, është eduku në kohën e shpalljes. Një person që ka dallu shumë, më shumë se sa ne, me veprat e tij, me mirësinë e tij, me vlerën e tij. Megjithatë ka thonë shumë e rëndë. Ama nuk është e parëqme, mundet më arrit. Po duhet veç kjo zemër thjesht mu pastru, prej zilis, është rëndë, ama ja vlen. Ky është sekreti i parë. Sekreti i dytë është vetmia me Allahun dhe kryerja e ibadeteve në vetmi. Kryerja e ibadeteve në vetmi e jep një ndjenjë çuditshme, që nuk e ndjen njeriu jashtë asaj. Ti kryen ibadete publike në atë aspekt që vjen falë, shohin njerëzit, ama je me njerëzit. Ama kur je veç fill vet, ti edhe Allah, ta jep një lloj ndjenje që nuk e ke ndjenjë më herët, asnjëherë kur. Për shkak se vetmi që e bën ti me Allahun është shumë e sinqert. Njerëzit nuk shohin, kamera nuk ke. Mundesh me prish vet nëse çosh sabat dhe i thut njerëzit tregon, e i pramun janë fal tan natën, sikur disa që e bën ose kam dhënë sadaka ose kam bën një vepër të mirë. Kjo është përfolje që nuk duhet për me qenë. Nëse do për me ruajë sinqeritetin ton. Ama ti kur e bën për Allahun askush nuk e di, as gruaja jote madje. Ngritesh, falesh, shtratin e braktis gruaja nuk ngjen, as fëmia nuk ngjen. As nuk ka nevojë me marr me nxjerr telefon me nxjerr ose me shkruaj që unë nuk çova, unë fala live natën namaz apo për ti jetë apo. Nëse do për me rujt, për vete e bën. Ama jo ta jep në gjendje që nuk ka mundësi me shiu diku tjetër. Ai vetmia që te ke me Allahun është e veçantë. Prandaj Allahu tha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahu e di shikimin që e bani me cepin e syrit tuaj dhe e di mlefin ose e di atë që e fshehni ju në gjokset tuaja. Cepi i syrit është njeriu kur shikon më shef. Qetri nuk e shef. Po Allahu shef. Kur je me dikë tjetër dhe rrugës kalon shembull një gruat që e ke ndaluar për më shiku. Dhe ke obligim me ul shikimin, çka ban? E ul shikimin apo aty dhe shoku. Mirë po me cepin e syrit tani shikon. E fshiçon. Dëshira e pshore çon, ama shokun e ke mashtruar por Allahu një. E këtu është e pojnta. Nëse ti arrin që ta ulësh edhe ta mbrojsh shikimin dhe ta ruash zemrën, pavarësisht që e shpreh, as shpreh ose që thua me gjuhën tënde, atëherë dije që kjo ka me të dhënë një ndjenjë
që ti nuk e ke përjetu më herët. Argument për këtë është argumenti që pejgamberi se me hadith thot, përderisa njeriu e ka mundësinë për me ul shikimin e tij, mos me shiku një gjë që është haram. E ul shikimin për hir të Allahut, jo për shkak se njerëzit po e shikojnë. Se sa për njerëzit shikojnë tan ditën askujt që intereson, ose ndukush pse nënçmon ose të përbuz, ose ta përmend ose të kritikon dhe thotë që kjo është haram e ndaluar. Mirë po e bën për hir të Allahut, pas asaj Allahu do t'ja japë ta shijojë mbarsinë e imanit që ai do të nuk e kanë gjë më herët. Provoje. Kur kaloj dikush pranë që e ke ndaluar me shiku, ule shikimin. Ke me pas çfarë ndjenje brendshme ka për me ta dhënë Allahu që nuk e kanë gjë më herët. Adhurimet e fshehta janë adhurime të rënda, nuk janë të lehta. Sa shumë pyetje lufta me nefsin tënd që e ke. Dhe sidomos me gjithë këtë sprovë që e kemi të madhe me media dhe me rrjetet sociale. Është e rëndë, është fitnë e madhe. Megjithatë ato janë shumë. Dhe njeri ka mundësi me notu ose me vepru në gjitha ato sido. Se ka shumë. Një prej tyre, po e përmendi pasi që është shumësoj dhe të ndryshme, është çështja e zakatit dhe çështja e sadakave. Për adhurimeve të fshehta. Zakati normalisht është vepër që besimtari obligohet për me kry nëse realizon kushtet, nëse arrin nisabin, sasinë e duhur dhe poshtë nëse kalon një vit. Tash, nëse ka ardhur mirë, çemo dush me dhon zakat, sa dush me dhon, atë pyet dikush. A e di unë ti sa ke të shtëpia jote pasuria? Ama e jep apo? Atë besoj. Mes teje dhe mes Allahut mbetet çështja e asaj që ti e ke ndo sakt apo nuk e ke ndo. Kjo është ndërshësi apo? Çështja e dytë të sadakat. Sadakat jepen edhe publikisht, po jepen edhe fshehura. Si tash varet krejt prej rrethonave, situatave, varet ti a ke frikë sinqeritetin tënd apo jo. Mirë po megjithatë, ai i cili do të jetë në nijen e arshit të Allahut azza xhel, cili ka qenë një prej tyre. Një prej tyre ka qenë ai i cili ka dhënë sadakon e tij. Kur e ka dhënë dora gjatë, nuk e ka po dora e majtë e tij. Do të thonë sinqert, është një pyetje sinqeriteti, gjithë ata që i ka bashku, gjithë ato 7 grupe në hadith i ka bashku sinqeriteti për Allahun. Prandaj edhe kanë fituar shpërblimin e qëndrimit në hijen e arshit të Allahut, që nuk është shpërblim i lehtë. Është shpërblim shumë i madh, është shpërblim shumë i rënd. Për shkak se për me arrit deri aty nuk është e lehtë. Është e rënd, provoje. E shef edhe vet. E një prej tyre që përfshihet është personi i cili është mbyllur vet në dhomë dhe ka kujtuar Allahun. Zemra e tij atë shumë e ka madhëruar Allahun derisa kanë lutur sytë e tij prej dashurisë ndaj Allahut. Isa alayhis salam, kur e ka pa një person i cili ka vjedh, me sytë e tij e ka pa dhe i ka thonë që ti vjedhe, i ka thonë jo pasha Allahun. I përgënjështroi sytë e mi, i besoi fjalës tonë dhe ka thonë Isa. Pse se madhëria për Allahun ka qenë e madhe. Se nuk mundet njeri me paramendu që muslimoni gënjen. Gënjen dhe betohet në Allahun rreshëm. Me u betu në Allahun do thotë që vlera e Allahut në zemrën tënde është shumë e vogël. E Isa atë shumë e ka pos dashurinë e madhe për Allahun, sa që nuk ka mund me paramendu që ka mund si dikush me u betu rreshëm në Allahun azza wa jall. Tha i përgënjështrova sytë e mi, i besova fjalëve tua. Mirë po madhëria për Allahun. E kjo adhurim i fshet që e bën tin vetmi ta jep një lloj ëmbëlsie që ti nuk e ke ndjej më. Me një hadith për mesasem ta 3 lloj janë banor xhennetit. Një prej atyre thashë ai i cili ose 3 vepra kush i vepron e fiton xhennetin. Allah ose në fakt e arrin ëmbëlsinë e imanit, është hadithi kështu. Tekstualisht. Një prej tyre thashë personi i cili jep zakatin e tij dhe pasurinë e tij. Por pse jep? Pse jep zakatin e pasurisë? Pse jep sadaka? E jep për Allahun dhe jep me gjithë dëshirë dhe me vullnetin e tij. Jo shkaku i urrëties, shkaku i rrethonave, shkaku i mbikëqyrjes që ja bën shteti ose mbikëqyrjes që ja bën, do thotë institucionet, jo, e jep thjesht veç për Allahun azza wa jall. Për adhurimeve të tjera të fshehta, atë që e përmend edhe më herët është personi vetmohet vetëm me Allahun azza wa jall. Vet. Fill vet. Askush nuk e di, as gruaja, as fëmia, askush hiç, ti vet. Ti e thirr Allahun, e shpreson Allahun, kërkon prej Allahut, çon për Allahun, i ke gjunat e tua, i përmend gjunat e tua që askush nuk e di përveç se ti dhe Allahu. Këtë rast e ndjen një lloj kënaqësie që nuk e kanë gjemar. Por kjo kënaqësi nuk nënkupton që njeriu duhet shtoje sa më shumë për ibadetit, madje ta tejkalojë edhe kufirin e udhëzimit sunetit pejgamberit. Kjo duhet me qenë qartë. Pse po them këtë? Po e them për shkak se jemi tash në Ramazan. Prej neve kërkohet më shumë përpjekje, më shumë kërkohet më shumë adhurim.
Dhe keni pa nga njeriu prej kënaqësisë që e ndjen, fillon më tepër të angazhohet dhe të punon derisa ndoshta e kalon kufirin e udhëzimit pejgamberit. E këtu është ai problemi që duhet njeriu me pas kujdes. Abdullah ibn Amr ibn al-As, i cili na transmetoi hadithin e mërshëm, shkoi te pejgamberi kërkoi prej tij ta gjuroj për çdo ditë. Pse se ngjente një lloj kënaqësie në shpirtin e tij, aq shumë mirë që i vinte kur agjeronte, saqë nuk donte të ndërprej agjerimin e tij. Dhe i tha ja Rasulullah, unë du për me agjeru për çdo ditë. Pejgamberi Allah të ndaloi. Nuk mundesh. Ndoshta tash po, mirë po ma vonë jo, afat gjatë jo. E çfarë i tha në fund, pasi që ka nguli, që do për me qëndru, i tha një ditë po, një ditë jo. Kështu vepro, tamam. Kështu është udhëzimi i pejgamberit, nëse do dikush që të agjerojë në vazhdimisht. E jo për me agjeru për çdo ditë, për me arritën një gjë e cila ndoshta ai mendon që është më e mirë. Shikoni, është një rregull që e përmendin ulemat. Është shumë e rëndësishme ditë. Nuk është e patjetërsueshme, nuk është e domosdoshme që të lidhet vlera e kohës me adhurimin të. Çka do thotë kjo ta thjeshoj ma lehtë? Ky rregull është një rregull që na mëson një gjë shumë me rëndësi për realitetin tonë. Allahu subhanahu wa ta'ala inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Allahu ka caktuar 12 muaj që janë brenda vitit, muaj honor. Ta këtë ka përmend në librin e tij. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, ditën kur e krijoi tokën dhe qiellin, minha arbatun hurum. Për atyre muajve 4 janë të shenjta. Cilët janë? Muaji Rajab, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, edhe Muharram. Ku është Ramazani? Nuk është muaj i shenjtë. Është kapim me thonë është i shenjtë. Po, është me vlerë. Është i vlerëshëm. Më i mirë në shumë aspekte se tjerë, ama jo i shenjtë. Se shenjtëria ka dispozita tjera. Dhe tash ti kur i ke këto 4 muaj, Rajab, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja dhe Muharram, a dush me vepru diçka jashtë asaj që është prej sunetit? A preferohet? Nuk preferohet. A ka thonë Allah kur vin këto muaj, ti dush me bërë më shumë ibadet? Jo. Nuk ka thonë me morë me veçuën, edhe pse janë muaj shenjtë. Ka rregulla tjera që ndalot lufta, në disa rregulla që janë caktuar, pejgamberi ka preferu shembull me agjëru ditën e Ashurës, ose kur vjen koha e haxhit, preferohet do thotë ato 9 ditët e para për me agjëru, e kështu me radhë, gjitha mirë, po jo diçka shtesë. Jo diçka, nuk kërkohet diçka prej tesh, edhe pse koha ka vlerë. Ama nuk kërkohet diçka dërimi veçantë. Shembull që ta thjeshoj edhe më shumë. Ramazani tash e kemi, apo tam. Ramazani është, i kemi teravit, i kemi agjerimin si vepër kryesore dhe vepra tjera. Edhe Ramazani dallon ka shumë muaj tjerë shkaku që kërkohet prej ne më shumë pak, më shumë përpjekje. Mirë, po tash mirë. Dikush thot, a banon e mas teravive, s'pulidha me imamin? Po shkoj, po fal na vet. Po kam qef gjithë natën më fal. Apo tamam, ban, nuk ka problem. Ban. Funi fund nuk ball kiameti, ama mirë. Cili udhëzim është më i miri? A udhëzimi jot, a udhëzimi i pejgamberit? Udhëzimi i pejgamberit? Tam. Çka ka thonë pejgamberi? Kush i fal teravit me imamin? Dhe nuk largohet, e fal Yasin, i fal teravit me ta. Dhe e fal deri në fund. Çka bën? Sikur se un pas fal këtë natën. Unë i fali teravit, shkoj te shtëpia, sikur se pas qëndruan gjithë natën. A ti vjen falësh apo po sa bani se nuk çosh. Nuk vjen. Çfarë do bie ka? Pse të ngarkon vetëm për të mundësive? Nuk ka nevojë. Udhëzimi më i mirë, ajo që na mëson kjo rregull, është me kuptuar një realitet. Që në kohërat kur ka vlerë, udhëzimi më i mirë është udhëzimi pejgamberit. Jo vetëm çdo kohë, çdo herë. Mirë, po ne nuk duhet ta marrim bazë kënaqësinë që ngjemi në shpirtin tonë. Po ne duhet ta marrim për bazë udhëzimin e pejgamberit. Pavarësisht a ngjem apo nuk ngjem. Po e marr kohën e kindis. Allahu tha wal asr. Pasha kohën. Po lasën gjuna roba është kindia. Koha më e mirë thonë për gjitha kohëve është koha e kindis. Tamam. A e dini ju se pas kohës i kindis, besoj që e dini, keni dëgjuar që nuk bën me fal nafile. Është kohë me vlerë, po. Allah është betu ka thonë wal asr. Pasha kohën. Ama ndalohet me fal nafilet përgjithshme që nuk janë veçanta me një specifik, sikur se shembull 2 rekate për xhamin, ose shembull namazit tjetër ose kështu më radh. Me paskon diçka që ka the ke më falu. Ama ndalohet. E do thotë që to me kuptuar një mesele shumë të rëndësishme kur është një pyetje çdo adhurim joni. Përgjithësi pasi që jemi në Ramazan do të foli për diçka rreth Ramazanit, rreth veprave të Ramazan, se duhet ta kuptojmë çështën e Ramazanit. Mos ta ngarkojmë veten tonë për të mundësive tona që nesër të lodhemi, diku ka fundi të dorëzohemi edhe pas Ramazanit ta braktisim. Jo. Më mirë e bën më pak,
ama e vazhdueshme. Ramazani qëtë mësim për neve, ta na edukoj shpirtin. Malik ibn Dinar rahimullah, pasi që jemi te muaj Ramazanit, është thuhet që është muaji i Kuranit, për shkak zbritjes Kuranit, edhe preferohet më shumë me lexu Kur'an. Malik ibn Dinar, në fakt Malik ibn Anas, imam i njohur, Imam Maliku, imam i Medinës, thoshte që ky Ramazan ose Ramazani është muaji i Kuranit. E praktiste librat. I linte dijen edhe u merrte vesh me lexim. Tash a dija është më e vlefshme apo ibadeti? Cili është më i vlefshëm? Dija. Me argumente kemi hadithin e pejgamberit ku tha vlera ose shtimi i dijes është më i dobishëm, më i dashur te Allahu se sa shtimi i ibadetit. Për shkak se kur shton nga dija përfitoj edhe unë, përfiton edhe ti. Nëse shtoj ibadet përfitoj veç unë. Do të thonë që dobia është i thuhet te kaluese. Prej te unë kalon edhe te ti, me dijen që e marr kur e shtoj. E më e dashur te Allahu është kur shtohet dija se sa kur shtohet ibadeti. E prandaj nëse koha tash është me shtu, do të thonë ibadetin, atëherë shton ibadetin. E në këtë rast Malik ibn Dinar i praktikoi gjitha ato edhe në fund merrit, do thotë me Kur'an, edhe pse neve na keni posë që na shpesh duhet me shfrytëzuar Ramazanin për shkak se jashtë Ramazanit së një gjë, së një zonë. E në Ramazan mbyllen shejtan, qetësohen zemrat edhe më shumë kohë që motën edhe në xhami, kështu që edhe më shumë edhe xhallorët të angazhohen. Sidoqoftë, po i përmendi inshallah 5-6 vepra të cilat kanë bënë me Ramazanin, të cilat muslimani duhet më shpeshtu dhe më mundu që ti veproj sa më tepër me qëllim që të arrijë shpëtimin edhe kënaqësinë edhe afrimin tek Allahu xhelal. E para prej asaj shkurtimisht do ta përmend është agjërimi. Ne dimë gjithë që agjërimi është shtylla kryesore e Ramazanit që dallon dhe që veçon karshi muajve të tjerë. Agjërimi nuk ka nevojë për me fol për vlerën, për shkak se dihet, është obligim dhe është një prej adhurimeve më të mira në Ramazan dhe duhet që të kryhet. Unë ajo që po duam me cek është ta kuptojmë më shumë se sa më shumë shton prej agjërimit, as më shpërblime ke, as më shumë shpërblime do të kesh me lenin Allahut. Agjërimi sa më i plotë që është. Jashta asaj që veprot prej gjunave ose gjunat të cilat e dëmtojnë edhe ato veprat e këqija që ne i bëjmë e dëmtojnë agjërimin tonë. Sa më shumë që paksohet, as më shumë hub prej vlerës. Edhe as më shumë hub ti të shpërblimi është qëllimi. E sa më shumë që e ke më të plot, edhe agjeron më shumë, do thonë nuk fle ditën, po natën fle, për shkak se i fol teravit edhe shkop bie fle pushon edhe çohesh si fir, edhe pastaj kryen do thotë për dishurinë tonë, ama agjeron më gat, as më mirë me len Allahu të subjekt. Kjo është e para. Edhe normalisht që me këtë duhet me u kujdes muslimani tej moset për me arrit këtë qëllim. E dyta është namazi i natës. Namazi i natës, nëse falet prej fillimit, qëllimi i namazit natës duhet me kuptuar qartë, për shkak se dëgjova një fjalë një personi i cili do thotë më tha se pse pi thoni taravive namaz natë. Taravive namaz natë i thuhet për shkak se çdo namaz i cili falet pas yacis llogaritet namaz natë. Po taravit falen pjesën e parë të natës, se janë 3 pjesë që ndahet nata. Pjesa e parë, pjesa e dytë dhe pjesa e tretë. Në fundin e Ramazanit, kur falet namazi i natës, falet në pjesën e tretë. Namazi i natës, kurse taravit i falin në pjesën e parë. E ka disa prej imamëve të cilat nuk falin më shumë se 8. 4 i falin shembull taravit, 4 i falin namaz natë. Në varet tash. Dikush i fal 8, pastaj i fal edhe 8 tjera, nuk ka as problem. Sa do me fal nuk ka as problem funit, po do thotë qëllimi është me kuptuar që taravit janë namaz natë. Kush i fal prej fillimit deri në fund? Prej fillimit deri në fund. I ka 2 probleme. Si arrin këtë problem? Hadithi i parë është men sa me Ramadani iman e wahtisab e kufir e lehuma taqaddum min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me bindje të plotë që është ligj prej Allahut dhe shpreson të shpërblimi i Allahut, i falin gjunat atij. E dyta ka thënë men ka me Ramadan e iman e wahtisab, kush i fal namazin e taravis me bindje të plotë që ky është ligji i Allahut dhe po ashtu Allah shpërblen për të falin gjunat e mëshme. Dhe ka thonë men ka me lejlet el kadr, kush ngritet natën e kadrit. Çka bën? Njëjtën vepër e bën. E bën njëjtën vepër. Apo edhe para asaj edhe pas edhe mes. Aty kur vjen nata e kadrit. Kur vjen nata e kadrit, do thotë nëse ti i bën, nëse ti ngritesh natën, kret mujt pa që të kemë zonën natën e kadrit, i merr 2 shpërblime. Shpërblimi i cili është? Shpërblimi është falja jote. Falja gjunave tua. Kjo është pozita më e ulët që e merr ai cili del prej Ramazanit. Falja e tij, falja e gjunave të vogla. Është pozita më e ulët që mundet me marr. Për shkak se mos mendoj dukush se me këtë e ka arrit një synim më tamam, është vepër shumë e madhe, është vepër shumë e mirë. Merr shpërblime. Po më e vogla në krahasim me atë se sa ke mundësi për me arrit. Argument për këtë është kuptimi i hadithit që ka ardhur dhe që lidhet me këtë që e përmenda, ku ta pensem ragime en fuhu,
Gharaqi me anfuhu është me marrë me fut hunën e tij në dhe. Dhe që ka përzime me zall. Po nuk është qëllimi këtu. Tha u poshtru, është përbuz 3 herë, i than kush ja Rasulullah, tha ai i cili e arrin Ramazanin dhe del prej Ramazanit i pa falur, nuk i falin gjunat atij. Kjo është më e vogla. Ajo që synot gjatë këtij muajit është që të arrit diçka më e madhja. Ajo është kënaqësia e Allahut dhe shumë edhe më shumë vepra tjera. Para gjitha, pa i përmend gjitha këto, pasi që përmend agjërimin dhe namazin e natës, neve na mjafton thjesht vesh një gjë, me ditë, vesh hadithin kutsi ku Allah Azza wa Jall tha që çdo vepër e birit Ademit i përket atij përveç agjërimit takon mu, mjafton. Që të rësën diçka nuk duhet. So Allahu shpërblen për te, pa kufi, pa mos, askush nuk e di. Askush nuk e di sa Allah shpërblimi i tij është pa mos, pa kufi. Adhurimi i tretë që duhet që të kujdesemi gjatë këtij muaji është që të kujdesemi për librin e Allahut Azza wa Jall. Unë thash që thuhet që Ramazani është muaji i Kuranit, por realisht qëllimi për shkak se ka zbritën Kurani, po muslimanin këtë muaj do të preferohet më shumë për me marr për me lexu Kur'an. Pejgamberi si sot Ibn Abbasi, pejgamberi ka qenë bujar, çdo herë ka qenë bujar. Bujaria e tij nuk ka qenë vetëm se pasuri. Bujaria e tij ka qenë sjellje, bujaria e tij ka qenë ndërmjetësim, bujaria e tij ka qenë shfrytëzimin e pozitës që e ka pas. Bujar ka qenë me pasurinë e tij, bujar ka qenë me trupin e tij, bujar ka qenë me zemrën e tij, bujar ka qenë me mendjen e tij, me përhapjen e dijes tij, çdo aspekt ka qenë bujar. Mi po thot, më bujar ka qenë gjatë muajit Ramazanit. Kur ka pas takim me Xhibrilin, e kanë bashkë lexuar Kur'anin. Kjo nuk kupton që pejgamberi sa më ka lexuar Kur'anin sikur se ne që e lexojmë sot. Sa më shumë po hodme, ta e dikush një shpërblim edhe hadi thomi sa më shumë kush po lexon kur që nuk merr vesh hiç. As vet nuk e di se si lexon. Jo. Pejgamberi nuk e ka lexuar kështu Kur'anin me Xhibrilin. Për shkak se nuk ka mundësi për me lexuar kështu Kur'anin për me arritur atë që ti e synon, që është kënaqësia ose është ndjenja e mirë. Meditimi s'ka mundësi për marrë ashtu. Pejgamberi më ka lexuar, më pa e ka lexuar do thot e ka lexuar ngadal dhe me meditim. Para Xhibrit prandaj ka dal më bujar. Për shkak se Kurani ka ndikuar te zemra e tij dhe ka ndikuar te shpirti i tij dhe ka ndikuar te bujaria e tij. Ne sot i lexojmë pas më të hatme. Këtë Ramazanit, kur del jashtë Ramazanit, mos e prek. Ose edhe lexojmë më pak, ama nuk ngjen shumë. I njëjti, ashtu siç ke një ashtu ke dalë, po ku është gjitha leximi i Kuranit? Ku është gjitha ibadet? S'ka ndikim. Tash është më mirë me bone, hatme, më mirë me lexuar me meditim. Më mirë është me meditim. Nëse te ti ndikon, ndalesh nuk do të thon tash çdo fjalë me marrë, se ashtu del 20 vjet se ne kryn. Ama ndalesh diku ku ke interes për me ditë ta prek zemrën. Ndalesh e shikon kuptimin e fjalës, kuptimin e ajetit, do të thonë zbritjen pse ka zbritur ai ajet që ta shtoje imanin, ta shtoje për uljen, ta shtoje dashurinë për Kur'anin dhe dashurinë për Allahun azza wa jall. E pejgamberi ka qenë i tillë, ju ka shtu bujaria. Unë më ti lidhin 3 mesele me këtë hadith. Mesela e parë thonë që pasi pejgamberi e ka bashkë lexuar me Xhibrilin, kjo nuk kupton që preferohet në Ramazan që të lexohet Kur'ani, mësohet, të meditohet. Kjo është e parë. E dyta, disa prej tyre kanë thonë që prej këtij hadithi përfitohet që personi ta bëjnë hatme banon një herë në muaj. Në Ramazan, të mundohet ta kryejë një hatme nëse di për me lexuar Kur'an, banon të mundohet një herë ta kryejë për shkak se pejgamberi për çdo vit e ka lexuar me Xhibrilin përveç se vitin e fundit që ka lexuar dy herë. Edhe normalisht shikoni, kur është mbytyje te takimi i pejgamberit me Xhibrilin, ai ka lexuar Kur'anin komplet, e ka lexuar atë sa i ka zbrit. A do të thotë që pas asaj ka zbrit ajete? Po. Për shkak se kur ka në Ramazan, pas asaj a ka zbrit ajete? Ne dimë gjithë që el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ka zbrit në Arafat. Arafat janë mas Ramazanit. Me Xhibrilin e ka lexuar atë që ajo që i ka zbrit pejgamberi. Ajo që i ka zbrit e ka lexuar dhe e ka medituar dhe ka përfitu. Prandaj ka dalë më bujor. Meselet që të lidhen ulemat thonë a ban me bën shumë hatme, a ban me lexuar shumë shpejt. Disa prej tyre kanë thonë që jo. Argument për këtë është hadithi i pejgamberit i cili ka thonë kush e ban hatmen e Kur'anit për 3 net, ka thonë ai nuk e ka kuptuar atë. Kush e ban Kur'anin për 3 net, nuk e ka kuptuar atë. E disa prej ulemave kanë thonë që kjo është e përgjithshme, vlen për çdo kohë qoftë në Ramazan dhe nuk preferohet, me thonë, nuk është i pasuzimi për se me bën më shumë se më shpejt, po në nat. Po në 3 nat. 3 nat e ban hatmën, 3 ose më shumë, 3, 5, 7, edhe pse më shumë se lefe kanë bën 7 ditë. Në 7 ditë.
Janë mundu brenda javës e kanë ndodhur pjesë për çdo ditë, a më 7 ditë ka krijohet më. E tash nëse ban ti më tepër, disa problemove thonë jo, kjo është për më vonë, ose kur është në vazhdimsi. Ama për Ramazan e ka një specifik më tjetër ku njeriu duhet mundohet më shumë, prandaj edhe lexon prej librit të Allahut azza xhel. Edhe e treta që kanë përfituar më prej hadithit që kanë thonë dhe kanë përmend, kanë thonë preferohet që njeriu tulet dhe ta bashkëlexojnë me dikë, ta mësojnë edhe ta meditojnë, ta lexojnë bashkërisht. Kjo është e mirë. Edhe është mirë në Ramazan. Pse jo? Ulesh me shokun tan edhe dëgjon edhe përmendsh. E përsërit Kur'anin. Apo e ban një gjuzë ditë, 30 ditë, 30 gjuza. Nëse ja fas për çdo ditë është mirë me dëgju, qetri dëgjon, ti e përsërit nëse gabon, ai përmbison, edhe kështu edhe e përsërit, edhe e lexon, edhe përfiton, edhe ti, edhe shoku yt, edhe kështu edhe mëson. Kjo është shkurtimisht kalimti, pastaj përket kësaj teme, kësaj pike realisht. Çështja e katërt, që mos vanohet më shumë, është preferohet do thotë dhënia e ushqimit, dhënia e sadakas, edhe pështimi i bujarisë. Unë e thash që pejgamberi ka qenë bujar çdo herë, po bujaria e tij ashtu, dhe madje thotë Ibn Abbasi që bujaria e tij ka qenë më bujar se sa dërgimi i erës. Do thotë pejgamberi thjesht, ajo e cila përshkruhet është bujaria e tij. Ka qenë i mirë, ka qenë bujari që dallohet, që veçohet. Se e ka arrit pejgamberi, ka arrit krejt me bujarinë e tij, me zemrën e tij. Një prej asojna që kanë nxit pejgamberi që ne ta arrimat, ka thonë kush i jep ushqim një agjëruesi, ai do ta morë shpërblimin e agjërimit të tij pa paksuar për shpërblimit të agjëruesit për agjërimin e tij. I jep dikujt e merr shpërblimin. Disa prej nemave kanë zgjeruar më shumë, kanë thonë nuk është veç iftari. Po mundet edhe pas iftari. Mundet edhe prej ma vonë, pas jacije, pas teravive, mi dhon dikujt ushqim. Edhe kjo përfshin. Kanë thonë po edhe shifiri. Kanë thonë nuk është kusht veç iftari. Kjo është mendimi disa prej nemave që pak më shumë ne zgjeron atë diapazonin e kuptimit të këtij hadithi dhe bot kuptimin e tij, mirë po këtu e lidhin normalisht edhe në jetin. Për shkak se mendimi mirë për Allahun që shpërblen dhe në jetin ndikojnë që ti shpërblesh me lenë e Allahut azza wa jall. Është më mirë për me dhënë zakatin pasi që jemi këtu, shkurtimisht. Shikoni një gabim që bëhet në Ramazan është çështja e zakatit. Zakati nuk është kusht më dhon në Ramazan. Se lefi bile e ka dhënë në Muharram. Jo në Ramazan. Pse është muj me vlerë tamam, ama nuk është kusht për shkak se kur të hyje sasia e duhur, atëherë duhet për me dhënë, është në Muharrem, është në Shaban, është në Ramazan, është në Sheval, nuk lun rol. Gabim më shumë me përcaktuar me thonë zakatin e jap veç në Ramazan. Për shkak se është gabim. Po lemo që e përmendni një çështje shumë interesante, që e lidhin pasi që jemi te bujaria, është çështja e thonë që kush jep zakatin në Ramazan, nuk jep mos sadaka. Shpesh ndodh ka njerëz që kur e japin zakatin nuk jep sadaka shumë. A kur jep zakatin jashtë Ramazanit jep sadaka shumë. Në Ramazan. Pse se e lidh zakatin me Ramazanin e tij, nëse përputhet nisabi që është plotsu me Ramazanin tamam. Ama duhet me pas kujdes që duhet mu llogarit me muajt anor, jo me muajt, do thonë gregorian, dhe duhet me ditën sakt kur ka hyrë, që pastaj për me dhon. Tash është diku 6.807 euro. Tash për momentin, sipas çmimit që ka dalë, domethënë Majrivi, pasi sa me e ka 7.200 për shkak se ata e llogarisin me 91 gram do thot ari, kurse qep për unë 85 gram dikundi, që i bie diku 6.800 deri në 7.200 euro është nisabi. Nëse ke arrin Ramazan, e jep inshallah në Ramazan. Nëse jo, kur vjen e kohë, ama jo më morr pension Ramazan. Çu s'keni pse më nxjerr. Nëse përshpejton një kohë shumë të hershme, ke gabu. Vetëm nëse është shumë afër dhe nevoja është shumë e madhe atëherë lejohet për me përshpejtuar zakatin, përndryshe nuk ban. Çështja e pesë që lidhet me Ramazanin është synimi i xhamive, qëndrimi në për xhami. Preferohet gjatë muajit Ramazanit më shumë i frekuentu xhamit, edhe pse në përgjithësi në esencë muslimani duhet me fol me xhamat, po në Ramazan mi frekuentu më shumë, me qëndru sa më tepër në xhamin. Veçanti te 3 xhamit, te xhamia e Pemsem, xhamia Mesjid al-Haram, Mekë dhe po ashtu Mesjid al-Aqsa. Ajo që preferohet në Ramazan, përsa i përket qëndrimit në xhami është itikafit. Itikaf për mësim ka rast kur ka bën 1 muaj, ka rast kur ka bën 20 ditë, ka rast kur ka bën 10 ditë, kjo ka qenë më vazhdueshme. Prandaj preferohet me 10 që në fundit. Por në esencë itikaf nuk kupton qëndrimin në xhami me synim të adhurimit të Allahut. Kjo mundet me qenë edhe jashtë Ramazanit. Ndash Sheval, ndash Dhul-Qa'dah, ndash Dhul-Hijja, a e ban çat një qëndron nuk ka problem. Disa prej ulemave kanë thonë që kush është me qëndru një periudhë prej perëndimit të diellit deri linjën e diellit ose prej linjës diellit deri në perëndimin e diellit. Do thotë me qenë një natë ose një ditë për mu llogarit itikaf. Po jo neve që na intereson është qëndrimi në xhami. Preferohet me qëndru. Një hadith po e sjelli
Unes el Gjuheni, i cili tregon për babën, në fakt Abdullah për babën e tij Unesin, thotë që shkoi te pejgamberi dhe i tha ja Rasulullah, unë jam imam i popullit tim, po jam anësh, jam periferi shumë. Edhe du që të vi një ditë te xhamia jote. Kur ja Rasulullah, tha pejgamberi, tha hajde, tha natën e 21. Edhe ashtu ndodhi. Natën e 21 thot baba im mori kafshën e tij, edhe unë drejt Medinës, shkoi te xhamia e e lidhi kafshën e tij, hyri në xhami dhe qëndroi deri në mëngjes në xhami. Boni itikaf. E kjo thonë ulemat që kjo është itikaf. E Hurajra çka thoshte? Thoshte sahabët e kanë pas qef, e kanë pas dëshirë, ka qenë prej traditës tyre tulen në xhami. Pse? Tha nahfidhu siyamena. Ta ruajmë agjërimin ton. Se qëndrimi në xhami ta ruan agjërimin. Normalisht jashtë ku del, ka mundësi me pas lloj problemi. Ama në xhami qëndron, lexon Kur'an, ban dhikr, e ban namazin, të qenë ligjërat, e kështu me radhë, gjitha këto ndikojnë inshallah me lenin Allahut për me përmirësu edhe agjërimi jot. Edhe pesta umreja në Ramazan, umreja tha pemesesem kush i kryen në Ramazan është e barabartë me haxhin bashkë me mua, thotë Imam Ahmedi rahimahullah, kjo nuk ka vlerë veç për atë grua, po kjo është e veçantë për gjithë, është prej sunetit pemesesem edhe është mirë për me shku kush ka mundësi me ja di tha pemesesem që Allahu xhel ka thënë që robit tim i kam dhënë shëndetin e tij në trupin e tij dhe i kam dhënë pasuri prej dhuntive të mira. Ta kaluan ose kalojnë 5 vite dhe ai nuk përgjigjet që të vije delegacion ta vizitoje, do thot shtëpinë time. Ky është i privum. Nëse për 5 vite nuk shkon, nëse nuk janë mundësi, kuptohet, po janë mundësi, i ke gjitha, e ke trupin, e ke fuqinë, e ke pasurinë, e ke mundësi, nuk e viziton shtëpinë Allahut, di që Allahut ka privu prej mirësisë tij. Dhe e gjashta që mos ta zgjasmi më shumë, është duaja. Kape për dua. Pse për dua? Pse ka specifik në Ramazan? Allahu subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Tha Allahu, nëse robi pyet për mua, tha unë jam afër atij, përgjigjem e lutjes së thirrësit kur ai më lutet mua, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nëse ata duan ozin drejt, le të më përgjigjen mua dhe le të besojnë mua. Atëre kanë udhëzimin e drejtë. Mirë po, kjo jetë ku ka ardhur pas ajeteve të agjërimit. E thonë ulemat, komentatorët e Kuranit, kjo tregon vlerën e duas gjatë Ramazanit. Po ashtu këtë e vërteton hadithi i pejgamberit, i cili tha që agjëruesi e ka luçën e pranuar që nuk refuzohet gjatë çdo iftarit të tij. Disa thanë në kohën e iftarit, disa thanë në fund të Ramazanit. Për shkak se krejt muajin agjeron, edhe në fund janë Bajrami, që është do të thotë fitri i tij, që e prish do të thotë më nuk agjeron, e atëre pranon. Disa thanë do të thotë që qëllimi është në çdo iftar. Andaj mos ana shalim. As luçën, as veprat e mira. Unë e di që gjithaj dimi këto, po kemi nevojë ka një për kujtim. E lut Allahun që Allah na mësoj të veprojmë gjithë ato. Dhe lut Allahun që japim hakun ashtu siç e meritojnë, edhe pse ne nuk mundemi ashtu, po të mundojmë. Allah e di niyetin tonë, Allah e di atë mundin tonë, e të na shpërblej sipas niyetit tonë, sepse sipas veprave tona ne jemi shumë dopt, kemi shumë mangësi, po lut Allahun që mangësitë tona Allah të i plotson, dhe lut Allahun që ato të na i fal, dhe lut Allahun që duat e tona, agjërimin ton, leximin e Kuranit, veprat e mira tona Allah të i pranon, dhe lut Allahun që të na mëshiron, zemrat e tona të i pastron, dhe lut Allahun që të na mësoj të ngjejmë kënaqësinë në zemrat e tona adhurimin kur e bëjmë, dhe me atë ta shojmë edhe më tepër adhurimin, dhe të jetë i kënaqur Allahu dhe veprat tona të jenë sipas udhëzimit të pejgamberit. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.